Përshëndetje të gjithë ndjekës të revistës Story. Unë jam Klotilda Harka, mirë se vini në këtë të shtunë, të live-it që ne e zhvillojmë çdo të shtunë, me personazhet e njohur shqiptar. Sot kam një live me një kolegun tim, është shumë i njohur se natyrisht që shfaqet të dielave në ekran, ka një eksperiencë shumë të gjatë në fushën e gazetarisë dhe jo vetëm në fushën e gazetarisë, por edhe si autor projektesh televizive, shumë i suksesshëm. Dhe për më tepër është një nga gazetarët që është më afër personazheve të famshëm, se si del ai që të ruaj miqësi me artistët. Unë nuk e di, ai e di. Po pres që të vy dhe ta prezantoj direkt, po unë nuk po e shoh, kështu që po e prezantoj. Ai quhet Ervin Kurti. Ervin, po pres që të hysh. Maria Magdalena të Puth. Ndërkohë, nëse ju doni të bëheni pjesë e këtij bashkëbisedimi, e kësaj bisede mund të bëni pyetjet tuaja si të doni, se natyrisht që ne do të përgjigjemi atyre që mund të përgjigjeni. Ervini, domethënë, i ftuari. Unë po përpiqem, Ervin, hyr të lutem. Mos më lër të bëj monolog. Ervin të bëra ftesën. Nuk e di çfarë pyetje mund t'i bëni Ervinit, po ai është tip që tip që sa herë që shfaqen në intervista, bën lajm sepse përgjigjet në mënyrë shumë të çlirët, ka edhe sarkazmën dhe ironin. Ka të vetat. Këtej. Përshëndetje. Në shtëpi jam, në shtëpi. Në shtëpi unë thash ku ishe, më duk si zyrë. Apo e ke vonë? Po, shtëpinë e kam si zyrën. Ti vetëm punon. Po, e kam plot me libra. Si jeni, e mirë? Mirë, po ti si je? Lërë, mërkulli. Po thoshe që çfarë lloj pyetje keni për Ervinin, se Ervini përgjigjet gjithave, apo jo? Po, ti po më dëgjoj? Po si të dëgjoj, unë dëgjoj. Edhe mbrapa dëgjoj unë. Kujtoja se nuk po më dëgjoj. Kur bëra prezantimin tash në Ervini, tani kush e di çfarë është duke bërë dhe s'do. Në fakt po të prisja ty. Si isha fare kështu se isha duke vrapuar dhe pastaj ndalova pak para se të hyja live, u qetësova. Dhe nuk kisha Po, vuri që buskuq edhe dole live. Jo, e kisha bërë buskuqin para se të vija. Oh, bravo. Kjo do thotë që përdor buskuq cilësore ke 24 orë, do të jetë Chanel 5. Pas na mirë që i njeh këto. Po ti e njeh shumë. Po si nuk i njeh? Botën femërore e njeh shumë, aq shumë sa arri me vajza të famshme, nuk të kanë lodhur Ervin me tekat e tyre dhe me ato llastimet e tyre. Më kanë lodhur. Herës më lodhin, po kur jam në mood të mirë, më jap edhe kënaqësi. Kështu që me kalimin e viteve kam fituar një lloj stabiliteti, se di kur duhet i marr seriozisht dhe kur nuk duhet i marr seriozisht. Por dhe ato që më citat riun janë rritë ato dhe nuk bëjmë oteka si dikur. Jemi rrit paralelisht. Po ndodh që i xhiron kështu i lëtë të presin ose si sillesh me to. I letë më presin, në bërtasin, në lërasin, i themën, okej, qetëso, jemi për qejf, nuk e sepse e merr kaq kapitale, u lërasin bërtasin, qetësohen prap. Edhe ato më lën mua dhe unë i le ato, e kupton? Po tani nuk i marr më seriozisht, dikur i merja, ndërsa tani jo më. Si merr më seriozisht, do të thotë që njiheni aq shumë sa
Nuk Do më thonë, nëse më lën mua duke pritur diferenca. për jashta në restoran apo diku tjetër, nuk i marr ose apo në për evente. Kur i them unë që duhet të vish në event në këtë orë sepse kështu është caktuar dhe më vonohen, unë ri i kujtoj. Ose për shembull, i mjafton vetëm një shikim dhe nuk e marr sepse më prish gjithë humorin tim dhe nuk diskutoj më. Ama për t'ia thënë ja them pas 2 ditësh. Eventi për mua ishte shumë e rëndësishëm, ti nuk duhet ma bësh më këtë gjë. Edhe jam më i sqaruar. Unë do të thënë bëj një pyetje, ja bëra vetes para se të hyja live, thash, Ervini vërteti i do këto si shoqe apo i duhen për punën? Mund ta themi se s'na dëgjojnë ato. Po e them, jo, në shumicën e rasteve, prisi që nga dhe një pyetje, mbaje pak, do mi thuash më vonë. Unë vërtet i dua si shoqe, nuk, do më thonë, një ditë po e diskutoja me Eraldon dhe po i thoja unë Eraldo, mos ndoshta kemi edhe ne një interes të dy anshëm etj. Po ndërkohë që kemi kuptuar që ne shkojmë këtë ditëlindjet e tyre, na vinë bëjmë qoka tek njëri tjetri, unë ri për shembull ka disa personazhe të cilat unë i çoj zemra ose që i kujtoj për shembull Nida Maliqi, Adelina Ismaili, Angela Peristeri, Mariana Kondi, janë Ingrid Gjoni, ri dhe i çoj vetëm një zemër për t'i thënë që unë të kujtoj. Nora Istrefen të kujtoj shpesh, domethënë, që unë me Nora s'kam bërë asnjë intervistë live, kam bërë vetëm një intervistë në Skype. Po unë gjithmonë të kujtoj edhe shumë të tjera. Domethënë, mendoj që në këtë stad nuk dua t'i shikoj më kështu. Domethënë se kur janë vetëm për interes, por i shikoj edhe si mikesha dhe miq, se kam dhe miq, të cilët janë pjesë e jetës time edhe në kur jam keq edhe kur jam mirë. Edhe kur më bie një i ftuar dhe duhet të vita zëmës së dikush, unë e them shumë hapur që më ka rënë ky i ftuari sepse ka pasur çdo probleme dhe kam nevojë të më ndihmosh. Edhe një pjesë për tyre e kuptojnë, një pjesë për tyre bëjnë si nuk e kuptojnë, por edhe prap këto unë nuk e marr seriozisht. Kur jam më të bërë 30 vjeç më Klotilda ka filluar të mos i marr më gjëra seriozisht se nuk është mirë. Ndodhe kundërta kur bësh 30 vjeç. Ndodhe kundërta kur bësh 30 vjeç duhet i marrësh gjërat më seriozisht. Jo, seriozisht sjelljen e tyre dhe tekat e tyre edhe justifikimet e tyre, por do të thonë kur ti je 30 vjeç ke 3 plane, A, B, C. Nëse ku je 20 vjeç ke vetëm planin A dhe ti thua si ma bëri e këto, ndërsa kur ti e njeh natyrën e dikujt për shembull që do të lëri në balt, apo kur themi neve në gjuhën popullore ta le xhenazën der, ti di që do ja thuash, po di që nuk do të vi, po ke planin B, C dhe D. Po. Kjo vjen nga eksperienca dhe nga inteligjenca jote personale natyrisht, intuita. Po gjinia tjetër se folun vetëm për grupin e vajzave të mashme që e dim të gocave, po me gjinin tjetër si ke marrë? Shumë mirë i kam. I ke dhe ato shumë miq që shkonin në ditëlindjet e njëri tjetrit. Klotilda ti e di që unë në projektin e fermës e kam bërë vetëm me çuna? Hera e parë në jetën time që mundoj vetëm nga fillimi deri në fund të çuna dhe se kam pa fare prezencën e një femre të nevojshme. Dhe funksionova shumë mirë. Po, unë po flas për të njohur. Po, me po se bëj shaka. Po tani kujtova se ishte stafi dhe nuk jam në dieni të paskuintave, më kupton, ndaj ndenja. Stafi, domethënë stafi me cilët punova, Baraka Production, ishte vetëm çuna, edhe montazhieri çun, edhe regjizori për 2-3 puntate që ishte puntatet e para ishte djalë edhe nuk u pa nevojshme prania një vajze për t'i zbutur, kështu që ja dola mirë. Edhe me çunat kam goxha marrëdhënie të mira, pashka se edhe me ato ekspozoj. Por me gocat më shumë, sepse gocat shesin më shumë, janë çik më të klikuara, janë më të ekspozuara, janë më të mikluara, po edhe me çunat eci goxha mirë dhe bëj goxha muhabete. Për shembull, kur po festonte Angela Peristeri fitore në Dark të festivalit fundvitit, kam bërë një muhabet konstruktiv me Mateos Frogun që s'ma priste mendja dhe ai thoshte, "Ore, i thash, unë nuk jam unë, vetëm që bëj ngacmim, jam dhe më tej." Edhe rinte të shonte, si ishte ora 1 natës, sapo Angela është pallë fituese dhe ke parasysh më ecën goxha dhe tha, "Nuk e di, ata do e lëm një drejt bashkë të flasim me këto." E kupton? Fillon duke bërë muhabete që s'kishte fare lidhje me showbizin, po lidhje me jetën, me filozofinë, me mënyrën se si konceptojmë. Ishte shumë lezetshëm, ishim një grup mish. Dhe me që jemi tek jeta, filozofia, ti ke një pyetje që je bëri famshëm me atë pyetjen, ose ti je bërë atë pyetje të famshme, ose ajo pyetja jote të bëri ty më të famshëm. Kur u drejtohesh e personazheve kështu papritur, ai i lumtur, ai e lumtur, ato në një moment dalonin dhe thoshin, çfarë është kjo fjalë? Tani, ndoshta nuk e kemi menduar që lumturia mund të ekzistojë. Mund na thuash se si të lindi kjo ide për të bërë një pyetje për ta kthyer në sekonden, ekzistenciale për ta kthyer në personale, këtë pyetje kaq ekzistenciale, që pak a shumë e ka përdorur edhe Prusti në atë pyetësorin e vet.
Po. Por e ka përdorur në një mënyrë tjetër. Një njeri bën pyetje ai e lumtur apo jo, kur është vetë i palumtur. Edhe kërkon që nëpërmjet përgjigjeve të tjerëve, të gjej veten edhe të gjej tek ta modele se si njerëzit janë të lumtur. Ky ka qenë dhe thelbi pse unë i pyesja njerëzit a janë apo jo të lumtur. Dhe kam pyetur të gjitha grup moshave, të gjitha zhanreve, të gjitha kategorive, kanë qenë dhe të huaj dhe kur shkoja jashtë shtetit për shkakun tek mikeshët e mi apo ke miqtë e mi, pyesja edhe ato. Për shkak kisha në Itali thosha ma se Felice dhe rinin ma tregonin, ma thoshin ku kam qenë në Spanjë. Dhe kam kuptuar që një pjesë e konsiderueshme e din çfarë është lumturia. Dhe janë konshient që lumturi absolute nuk ka. Ka vetëm copëza lumturie, të cilat në një moment të caktuar, njeriu kur nuk është mirë, apo kur ndodhet jo mirë me shëndet, apo kur ka një fatkeqësi, fillon të kuptoj se sa i lumtur është. Unë dy pyetje kam. Në fakt jam duke shkuar tek e treta, po që jam duke gjetur. E para është a je i lumtur dhe do të jap konceptin për mua unë çfarë mendoj që është lumturia. Lumturia është të jetosh në paqe me veten tënde, që ti të njohësh limitet e tua, të njohësh kapacitetet e tua, të njohësh dështimet e tua dhe ti të jesh në paqe edhe me disproporcionet e trupit tënd, edhe me ato le të themi mangësitë e tua dhe ti të luash me to, të bësh një lojtar se fundja nuk ka njerëz në perfekcion. Duhet i bësh gjërat që më së pari ti shijosh vetë, deri vonë unë kërkoja lumturinë vetë tek gjysma tjetër, por eksperjenca e dihatit emocionale më kanë bërë që të kuptoj që thellë lumturia gjendet brenda vetes tënde. Një ditë pyeta një mikeshën time e cila jeton në Gjermani dhe që lexon shumë, unë konsultohem shumë me të, është vajzë e zgjuar, shumë e zgjuar. Edhe një ditë më tha, vini tha, pushova se lexuari libra online. Po pse i thashëm? Më tha, pushova se lexuari sepse kuptova që nuk kisha me kë ndaja. Edhe thelbi lumturisë së brendshme është tek të gjeturit e të ngjashmit për ta ndarë lumturinë. Unë mund të lexoj shumë libra, mund të shoh shumë filma, mund të udhtoj, mund të kem shumë gjëra. Por nëse ti nuk i ndan, për shembull, kur shijon më shumë çokoladata, kur ti e ndan me miqt. Po. Kur shijon më shumë lumturia, apo kur ti fiton diçka për shembull, se shikoj se lidhen me lumturinë. Kur ti e ndan me miqt, për shembull Angela, për shembull thek, unë Angela kam shumë mikesh. Për shembull Angela atë natë, më herë sapo shpall fituese festival, ka qenë ora 11:30 më 12 të natës, mblodhi gjithë miqtë e saj më të ngushtë dhe festoi në shtëpinë e saj. Ai sa lejoi, e kupton? Sepse donte ta ndante këtë gjë. Sepse ai thoshte që unë më keni suportuar, kam qenë me juve, ishte Kledi e këto, donte që ta tregonte që unë jam e lumtur sepse po e ndaj me juve, se përndryshe do mbyllej në shtëpi, do e festonte, do ja thoshte prindërve etj. Apo dhe unë për shkakun kur kam shumë qejf që kur dua të bëj diçka, dua ta ndaj me njerëzit. Qoftë edhe kur është diçka e bukur dhe kur nuk është e mirë, e them unë, e marr edhe e them që më ndodhi kjo gjë dhe si mendon. Dhe pastaj nuk ndjehesh mirë kur ti nuk gjen një person apo disa persone të cilët të kuptojnë në të njëjtin vibracion. Por edhe kjo është normale, kjo Tilda. Nuk mund të kuptojnë gjithë njerëzit njësoj, sepse bota do ishte unison dhe nuk do kishte më ngjyrash, mbasi klishe kjo që thuhet, por që duhet me gëlltit shumë gjëra. Domethënë, fakti që ty të bën të lumtur diçka, apo fakti që ty të bën të ndihesh mirë diçka, e cili është puna? Është si puna që unë kam 5 vëllezër. Edhe nuset e secilit prej vëllezërve mund mos të jenë nuset perfekte, por sa kohë që i bën ata të lumtur, për secilin prej nesh do të jetë shumë okay. Kështu është edhe pjesa e lumturisë apo e ndarjes së këtyre gjërave. Mbase ne jemi shumë miq, po disa e kish kuptojmë të mënyrën se çfarë na bën neve të lumtur, disa të tjerë thonë jo. Për shembull ka njerëz që thonë që jo vlla tani se del televizor se gjë të bën të lumtur. Mu më bën të lumtur lekët. Një të thonë mu më bën të lumtur vetëm temat, duhet i ndoroj temat. Domethënë, ashtu ka konceptet ti mund të shpjegosh për shkakun që ndrimi numrit të partnerëve këto nuk është të ndryshon gjë, po jo ma ja ka. Ai thotë nuk dua unë që të iki nga kjo jetë pa provuar shumë eksperjenca. Apo se dikush tjetër thotë dua të iki unë të blej dhe dua t'ia tregoj të tjerëve. Apo dikush tjetër do për shembull që të bëj një gjë tjetër. Kupton, janë shumë të ndryshëm njerëzit. Unë dua që me kalimin e kohës njerëzit mos të paragjykojnë. Po lakmia i bën të lumtur apo i çon në një dëshpërim të ri? Për shembull, ky që the ti, sigurisht që dua të kem më shumë femra dhe pastaj në fund, pasi ka provuar të gjitha, çfarë ndodh? Këtë ditë ai ke parti në rrjetet sociale, shumë njerëz që postojnë foto gjithë ditën? Po.
Një njeri që është i lumtur nuk rrit duke postuar foto gjithë ditën. Ato Sa më i të palumtur të shumë. jetë njeriu, aq më shumë ekspozohet përpara të tjerëve. Se nëse un kam një partner që më bën të lumtur, nuk do riu të hedh foto gjatë gjithë kohës, më qesë deri në darkë. Se unë dua të momentet. Un dua që ta lë telefon me një anë dhe dua të rri, të dëgjoj ku është, ku s'është, ato hallet, ato probleme, ato gëzimet, ato të gjitha. Edhe kur është një vend, nëse unë rri gjatë gjithë kohës duke e filmuar, do thotë që unë nuk e shijoj. Edhe pyetja tjetër që unë bëj Klotilda është, Aha. arrihet me një njeri gjithë jetën? Ore ti se ti ke dhënë një deklarat, ke thënë nuk do martohem kur. Çfarë janë këto deklarata? Nuk do martohem kurse nuk më pëlqen procesi i martesës, po jo se do të unë do të rri me një gjithë jetën. Po se ti le dhe shoqet e tua të famshme i le pa martuar, se jeni një grup kështu beqarësh, ti ua çon në mendje që mos martohen? Jo, nuk më pëlqen rriti i martesës. Domethënë, kur ti, domethënë ajo dasma këto nuk më pëlqen, po që të bashkëtoj me dikë, sigurisht më pëlqen familja, por për shembull mua nuk më pëlqen të festoj ditëlindjes, nuk më pëlqen të festoj vitin e ri, apo Krishtlindjet, më japi shumë trishtim, më japi shumë ankth. Dhe dasma mua më jep, sado që unë jam luan dhe kam shumë të nevojshme që në vëmendjes, unë për shembull ditën e diellinës më fik telefonin. Duke kam tek Po ato mosha, që ato po ka flakën. gjithë ti u ke shkuar në ditëlindje, ku do vinë dhe të urojnë që u fik telefonin? Ç'a ndodh? Se ti Asi gjë, unë i kthej që i kthej përgjigje, po po më kanë në atë moment nuk do dua të ta kthej kthej përgjigje. qokën ato, ç'a të thonë? Sepse për jetën tim unë do doja të isha vetëm me njeriu në zemrës. Ajo më mbush mua. S'ke faj, të gjitha të do donin, nuk e kërkon Para të hallazate vitesh, pastaj? nga që mua më ndodhi një fatkeqësi në shtëpi, humba maman, edhe Eraldo, si një ndërmishte mi më të mirë, bashkë me shoqërinë time, donet dhe më bëri një surprizë, më ftoi gjithë miq. Ne kemi qenë tek ish bar Rovena në blog. Edhe shkova atje, okay, ajo tentoi, bëri gjërat mia këto, mbari dhe lindja e mora me vetë tashon. Ma bëre këtë herë mas ta bëj më. Më kam pas një lloj ankthi që nuk e merr dot me mend. Do nuk isha mirë, nuk më pëlqeu, do më ti u mundova për mirë, tash mua nuk më pëlqen. Nuk e dua këtë gjë. Interesante Herë kjo, tjetër sepse do t'i lëm miqtë aty dhe iki. po e bën sepse E bëj unë, e bëj. O Gadita, unë jam i çuar e bëj, të se mua për shembull nuk më e pëlqen një bën. gjë, e marr dhe iki. I kam zbut njerëzve në mes të rrugës këto, sepse unë nuk bëj asnjëherë marrëveshje me lirinë time personale. E kam shumë të rëndësishme këtë dinda. Shumë. Në punë mund të toleroj sepse duhet të tregoj profesionist, jo shumë gjëra që na ndodhen në punë, ama në jetën personale, të betohem, unë nuk toleroj. Një gjë që mua më jep bezdi edhe më jep siklet, unë e ndërpres më një herë, edhe iki. Kaq, sa ku të bëj skenat të tjera. E kam këtë lloj luksi, le të themi, këtë lloj të drejtë që unë të bëj gjërat të cilat unë kam dhënë një herë, dy herë njerëzve që mua nuk më pëlqejnë. Kjo është natyra ime. Pendohem, kërkoj falje më vonë. Po nuk bëri dot, nuk bëri dot unë të aktroj. Të bëj unë sikur jam i lumtur këta. E kupton? Të bësh ti që bën atë Po. pyetje po vetes ja ke bërë ndonjëherë pyetjen ai i lumtur dhe si të është përgjigj Ervini brenda vetes tënde. Ervini përballë Ervinit. Cila ka qenë përgjigja? Përgjigja ka qenë që nuk jam i lumtur. Si e i lumtur. Ja. Kam dëgjuar ose kam lexuar një intervistë tënde që je shprehur hapur që në lidhje me jetën personale nuk je i lumtur. Ka lidhje me këtë, me dashurinë? Çfarë është dashuria për Ervinin? Dhe po t'ishe i dashuruar, do të shikonim shumë me personazhet Dreka, Darka, Ndekti, apo do ishe nga ato që do robërosh? Jo, ka lidhje edhe me dashurinë, por jo mirëfillte vetëm me dashurinë. Ka të bëjë edhe me vendin ku jetoj, ka të bëjë edhe me mentalitetin dhe me botkutimin ku jetoj, edhe mënyrën se si perceptojnë njerëzit gjërat. Dashuria është vetëm një hall, ndërkohë që ka dhe shumë gjëra të tjera që e kompletojnë në pjesën e lumturisë. Nuk është vetëm dashuria, se ti mund të rish me një person, por ndërkohë që ti ke një punën, ke shoqërinë, ke komunitetin në cili nuk të kupton, nuk të dëgjon, edhe nuk është në funksion të gjërave që ti bën. Kjo dhe tek puna, sepse njeriu duhet të bëjë një punë që do, të ketë suksesin që do. Por kam arritur në një lloj balanci këtë ditë që është teoria e kompensimit. Natyra, universi, Zoti, për këdo që mund të besoj secila prej tyre, që njeriu të jetë gjithmonë në kërkim të më të mirës së vet, nuk do t'i japi asnjëherë të gjitha njësoj. Në këtë lloj përfundimi kam arritur. Kemi shumë gjëra për të mësuar, por që për këtë tashmë mund ta them me bindje që nuk mund të kesh asnjëherë të gjitha në një moment të saktuar në jetë. Nuk mund të kesh edhe dashurinë, edhe partneren, edhe lumturinë,
edhe punën, edhe fëmijët apo shtëpinë gjë, do dalë diçka e cila do të prishë gjithë balancën. Po na duket sikur disa i kanë. Kanë dhe familjen dhe karrierën dhe nëse flasin për të famshmit se ata Jo. bëhen objekti i diskutimeve në përgjithësi. Duket sikur i kanë të gjitha. Po përsa po e the, duket. 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 Dhe ti mund ta japësh një përgjigje më të saktë. Edhe unë, po ti dhe Dëgjoj, unë nuk bëj eksperimente, unë nuk bëj mund ta jep një përgjigje shumë të saktë në lidhje me jetën e tyre. Unë kam përshtypjen që ju dini sekretet e çdo kujt, edhe do të marrim ndonjë ditë do u robërojmë. Të na tregoni. Jo, Klotilda, unë për disa vitesh nuk merrem më me këto, thashë te me të ku e bëre buzën, si bëre këtë, me këto dashurave këta nuk më interesojnë, më. Unë kam në një fazë tjetër të karrierës time. Duhet bëj gjëra të cilat ju ngelin në mendje njerëzit dhe të mësoj njerëzit. Jo, nuk e thash për atë. Fundit të fermës, apo dhe shumë, edhe këto sekretet, nëse unë i di, nuk i diskutoj asnjëherë. Nëse për shembull unë dal në jetën time shoqërore dhe filloj me thonë për shembull që lidhet me televizionin, me figurat e televizionit. Po kjo e këto, i them unë, ju lutem, nëse kjo për juve është argëtim, për mua është punë dhe më jep stres. Ju lutem e ndërpresim që këtu komunikimin. Duhet bëjmë muhabete të tjera. Duhet të jetoj dhe të diskutoj gjëra që më përkasin mua, jo jetën e të tjerëve. Se kemi përfunduar duke ditur fëmijët si kanë emrat fëmijët e vipave dhe nuk dimë emrat e nipërve tanë. Dhe kjo gjë për mua është një përshim shumë i madh. E bukur, shumë e bukur. Unë kam një jetë për të gjithave. Dhe duhet mbaroj në momentin që unë e lë atë në zyrë dhe duhet vazhdoj përpara. Nuk më intereson më, sepse është humbje kohe që unë të diskutoj për jetën e të tjerëve. Jeta e tjerëve është tjetër, e mbaj për aq sa unë duhet ta di, por më tej pastaj nuk është më e shëndetshme për mua në këtë fazë të jetës time. Për dikë tjetër që e ka kohën 24 orë, le të shkoj le ta bëj, por unë nuk dua më. Unë nuk e diskutoj fare që ti nuk merresh fare me këto, por duke qenë 24 orë me disa prej tyre natyrisht që i çani hallit njëri tjetrit dhe në këtë aspekt ta thash. Po, dhe e kyçim. Po, normal se. Misia këtë ka. Nuk do dalësh tani të shesësh mikun dhe shokun. Po. Loja të ndaloja pak tek në ferm. Më bëri përshtypje pse në ferm apostrof, në ferm. Dhe çfarë ishte ky projekt që i bëre të gjithë vipat të zbrisnin nga maja e luksit, aty tek fshati, aty ku ndoshta si kishin imagjinuar ndonjëherë veten ta shihnin duke bërë një punë të tillë. E bëra se të kuptohet në ferm, në apostrof në ferm. Domethënë është më lehtësisht e shqiptueshme dhe është shumë në rregull nga ana gramatikore, se jam konsultuar. E para e dyta di se kam studiuar gjuhë shqipe dhe është përdorur në mënyrë korrekte. Dhe e dyta, ferma kishte 2 vjet që vërtitet në mendjen time, vetëm se duhet ishte të vitë në atë formë që unë u mundova ta sillja. Mbasi mund mos i forma më e mirë, po në kushtet që ne jemi me krizën që na kaploi etj. Mendoj se ishte një format që unë doja të sillej një frym ndryshe të bërit televizion. U konsultova me Manushin, u konsultova pastaj me djemt e Baraka Production, edhe u ula në tavolinë, kemi qenë tek një lagje të Tiranës dhe u ula në tavolinë, ka qenë dhe një djalë i cili jeton në Itali, regjisor. Ai ishte spuntoj që ti do ta bësh, sepse unë kam besim tek ti. Edhe u ula dhe thash, unë dua një reality show në formatin shqiptar, duke u bazuar tek serialet amerikane. Domethënë ato reality show amerikan. Por nuk dua intervistat klishe, nuk dua ato intervistat që zgjasin 20 minuta, me planin mbulim edhe që është shumë demode. Dua vetëm ritëm, dua vetëm ngjyra, dua vetëm, po ta shohësh në mënyrën e xhirimit e kamerës është pak si në lëvizje, sepse do të japi dinamikën. Edhe e kam bërë puntatën e parë demo që ne e quajmë me miqtë e mi, me Mariana Kondi, me Angela Felisteri dhe me Redon Markashi. Kam bërë tu në një fshat të Tiranës, ka qenë në 10 shtatori, një vape të mërshme, kemi xhiruar një gjithë ditën. Angela thoshte mua po më bie të fikët, nuk mundem dot më të lutem, thashë do ta bëj sepse kjo është shumë e rëndësishme. Mariana po ashtu e arritën ta bënim deri në fund, konsumuan drekën, pasi e pan, e dashuruan, më dhanë shumë kurajo, e bëra, edhe ka qenë një programet më të vështira, më të bukura që un kam bërë, po jashtëzakonisht e vështirë. Shumë i vështirë për ta konceptuar, për ta xhiruar, për ta sjellë në atë frymë moderne që u mundova ta sjellja. Por faleminderit shumë çunave të Baraka Production, regjisorit të 2 puntatëve të parë sepse pastaj e vazhdova vetë. Top Channelit dhe të së diellës që më kanë suportuar moralisht për ta vazhduar, Top Newsit që vazhdon akoma të transmetoj 3 herë në javë.
E për të thënë një një programi që unë mendova t'ju sillej njerëzve një meqense që pas tërmetit, po edhe pas pandemisë, gjatë pandemisë, gjithë njerëzit orientuar ndaj fshatit, që sillej njerëzve nostalgjinë, që sillej njerëzve pamje të bukura, edhe situata gazmore me njerëz që ato janë mësuar të shohin ekran. Kam pasur Marina Kondin, Irini Qiriako, Normal Mamaqi, Valbana Silimlarin, Eva Liga, shumë, mbi 70 personazhe kanë qenë. E sezonit të parë të Fermës. Do ketë sezon tjetër? Mendoj që do ketë një sezon tjetër, por nuk do jetë më i njëjti si me i pari, do mendohet që të jetë komplet ndryshe. Një çik më dinamik, do jetë më kompetitiv, edhe komplet ndryshe. Po jam duke menduar dhe jo tani se tani është dimër edhe prandaj dhe u mbyll tani sezoni i parë i Fermës. Pati momente si ajo e Deviz Gjerau që u sulmua nga si quaj ai shpendi nga Struci, po. Pati situata të tjera të ngjashme dhe po kemi pasur situata me derat e egër, edhe me gomer që gjuani me shkelma, po unë për t'i shmangur ka qenë Dorina Mema, kemi qenë në një zonë të Durrësit, kemi qenë bashkë me Eva Ligën dhe ishte gomari me Kali që gjuante me shkelma dhe thash sa po të rrezikoj më mos shtoni sepse është një kozë që e mbajun. Edhe Irini Qiriako ka qenë duke gjyt lopa 3-4 herë me shkelmë dhe ishte një lop egër që nuk donte të milej dhe po gjithsesi unë e shfryzova për të kapur sa momente shumë të bukura që Irini pastaj ka qenë shumë të madhe. Po sikur ti ndodhte diçka Devisit, çfarë do kishte psuar ti? Do merrja në telefon ambulancën dhe do çojë në atje. Po çfarë do kishte psuar nga ana ligjore, nëse ai larg qoftë humbte jetën? Se ai ashtu tha, e kam jetë të dytë. Klotilda, po unë e di ku i çoj njerëzit, sepse pas Strucit ishte gjithmonë një eroj i cili runte Devisit. Ashtu ë, se ai vetë tha, e kam jetë të dytë sa. Domethënë ishte një tmerr i vërtet sa. Ka pasur ndonjë personazh që të tha, "Wow, mund të vi aty, çfarë thua?" Më që e refuzoi në mënyrë absolute pjesëmarrjen në këtë format. Po, ka qenë një personazh politikan që nuk dua t'ia citoj emrin, se nuk ka rëndësi, sepse i kujtoha kohën e komunizmit dhe jepte shumë trishtim. Që nuk ka lidhje fare me fermën e dikurshme, po jo tha sepse më jep ndjesinë e fermës dhe kooperativave të dikurshme dhe atë sistem e ka vuajtur shumë. Dhe nuk i pëlqente. Po tani ç'a ke menduar ndonjë gjë tjetër që ti të dalësh? Jam duke menduar një format të ri në bashkëpunim me disa persona të brenda në Etjell. Akoma është në proces të mendimi, besoj se nga mesi i shkurtit fundi i shkurtit një gjë e tillë do mund të dalë se do studiohet një formula. Është një gjë e guximshme në Shqipëri, të shohim se si do realizohet dhe si do bëhet, se për të entuziasmit duhet dhe të ulemi dhe ta mendojmë që në lere se si do shkojë. Unë jam pro gjithmonë formulave të reja. Aktualisht unë top në Etjell po bëj si në shtëpi, është një format ku ne ulemi në tavolinë edhe bëjmë gallata, bëjmë batuta dhe e kam më tepër rubrikë nostalgji muzikore që kur këngëtarët janë shfaqur për herë të parë në ekran e deri në ditën e mëvonshme, sepse njerëzit në këto ditë të ftohta të acarta të janarit edhe të shkurtit edhe në vazhdimsi janë shumë nostalgjik për të kujtuar hitet e dikurshme, ashtu vetëm duke ngrënë diçka, duke bërë batuta, duke bërë sa surprize, duke edhe qartë disi. Por kam shumë të domosdoshme dhe forma se si bëhet, dua tamam si në shtëpi. Edhe bëhet, domthonë krijohet e gjithë situata tamam si në shtëpi. U testua me shumë sukses në datën e 3 janarit, një nga botatet më të pëlqyera nga publiku, dhe mendova nga stafi që të vazhdojë edhe për disa javë, në mënyrë që njerëzit të realizohen pak me atë muzikën popullore, të kërcejmë, të bëjmë. Se kur e shijojmë neve, ta shijojë ai që është në shtëpi. Normal, shkruan dikush dhe thotë, më dëgjon mua bëj një emision për tradhtin, thotë, se ka shumë tradhti shqiptare. Ka bërë disa komente, do vloj audiencia, thotë. E ke menduar ndonjëherë një format të tipit, për shembull, dua të bëj të lumtur? Meqense ti e ke lumtur një koncept. Unë kam qenë në një format si dua të bëj të lumtur me njerëz të humbur marrëdhëninë, nda unë u shkëputa sepse nuk e përballoj dot. Pse? Je i ndjeshëm nga historitë personale? Kisha përballë njerëz të cilët vinë dhe kërkonin baballar dhe prindër të cilët kërkonin fëmijët e tyre të humbur dhe që nuk kishin asnjë lloj kontakti, edhe i kisha kapluar trishtimi dhe dhimbja. Edhe erdhi një pikë që unë nuk, domethënë i sqaroja, i kuptoja, por nuk mundesha dot më. Nuk dhe u mundova të ndihmoj në një formë tjetër, unë kam mbaruar të studimet e treta për psikologji këshillimi dhe unë së shpejti, pas disa trajnimeve që unë do të marr disa kohë jashtë shtetit, do mund të kem në studion time dhe të jap ndihmë profesionale të gjithë njerëzve në aspektin psikologjik.
Do lësh Do gazetaria jesh apo do i psikolog bësh të këshillimi. dyja? Do lësh gazetarin punën në televizion apo do i Jo, bësh të nuk do dyja? ta lë Është e mundur? gazetarin, por do bëm pak më serioze gazetaria. Më serioz që do të thotë, nuk do Që do merresh me thotë nuk do jem më ai Ervini që pyet vajzat për gjoksin e për të tjerë, nuk do ekziston nuk Ervini. vërtet, po mos ndoshta nuk do Jo, se jesh nuk më më kaq. pëlqen më, nuk jam, domethënë jam rritur, janë ca faze të tjera tani. Po Ta bëj nuk brezi ri gazetarëve të showbizit, unë nuk dua ta bëj më. Do të kthej një po. faqe tjetër, unë edhe Mhm. domethënë dua që në formatet që unë do të bëj, ose të ketë një lloj zgjimi tek njerëzit që janë në shtëpi për të kuptuar gjërat që ndodhen në jetën e tyre personale, ose që ato gjëra që të bëjnë të jenë pak si role model të reflektimit të vlerave të cilat ne edhe i kemi humbur. Është shumë e rëndësishme. Në 2021, në shekullin e 21, që njerëzit të kuptojnë që thelbi vërtet i të jetuarit në mënyrë të shëndetshme janë disa vlera njerëzore dhe jo këto shpërthimet që janë të bukura por që nuk janë jetë gjata. Po mos ndoshta nuk do kesh këtë audiencë që ke pasur deri tani? Si Po mendon unë do nuk e interesoj vuaj të këtë kesh? gjë. Unë nuk e vuaj këtë gjë. Unë audiencë kam pasur edhe njerëz të humbur që flisja për raste të kërkimit të humbërve. Super Po, audiencë kam pasur. ka pas audiencë atëherë sepse para një herë që ka qenë një program i bër 15 vite më parë apo jo? Po, Është më në shumë. 2000, në 2005, Ishte domethënë ishte 16 vjet një gjë e përpara. re, ishte një gjë e re dhe unë mbaj mend që ka pas një sukses të jashtëzakonshëm që rrini Po, dhe prisnin Aida Shtinon mbrapa derës së televizionit që ta takonin. Edhe ju po. e keni parë, domethënë këto gjëra, se ka qenë vërtet një format që solli diçka të re. Ndoshta aty formati ka përfunduar koha, por ndoshta ti do sjellësh një gjë të re që do ketë atë suksesin e atëhershëm. Nuk e di, ti zgjuarje. Le të Nuk e shohim. di, unë shumë gjëra nuk i them, kështu që unë po të them, do më pëlqen të më shumë që krahas televizionit që unë akoma jam duke menduar se në çfarë mund të ri, prioriteti im kryesor do të jetë pjesa psikologjike ndaj njerëzve, të cilët sidomos pas pandemisë do kenë shumë nevojë që të kuptojnë shumë gjëra për veten e tyre. Nuk ka gjë më të bukur se sa të ndihmosh një njeri. Nuk ka gjë më të bukur se sa ta bësh një njeri të kuptojë dhe të shpëtoj martesën, të shpëtoj veten e vet, të shpëtoj episodet e ankthit, të depresionit, edhe që atë jetë që ta jetoj me gjithë kuptimin e fjalës. Kjo është dhurata më e bukur që ti të vitë të thotë Ervini më ke kthyer buzëqeshjen, Ervini më ke bërë të kuptoj çfarë është jeta, Ervini më ke kthyer dëshirën për të jetuar. Kjo është gjëja që mua më lumturon në këtë momente. Është Dhe këtë gjë dua të bëj. është shumë e vërtet. Nëse të vjen dikush dhe të thotë që unë kam humbur shpresat për të jetuar. Një këshill të vetme që doja jepje në këtë moment që je me këtë përgatitje që ke. Pa futur ato përgatitjet plus që do marrësh jashtë Shqipërisë, jashtë Të vendit. mirë. Sa do i thuash? Nëse do të flisnim kështu zyrtarisht ti nga revista Story dhe unë në profilin e gazetarit, do të takoj një gjuhë shumë popullore, po do mundom të them pak në gjuhë që ratë ndjekësit që po na ndjekin në këto momente. Do i thoja vetëm një fjali, se unë nuk jam nga këto që se është shumë e rëndësishme se Freudi ka thënë këtë, nuk më interesojnë këto gjërat. Unë do i thosha vetëm këtë. Të gjithë njerëzit që ti shikon si janë perfeksionistë, të gjithë, po ti ngasmosh pak, e di si vlojnë ato brenda? Mundohu që në atë pak shpresa që ke, mundohu që të ringrihesh sipër, se thelbi i të ringriturit është që ti ke kuptuar që kur e poshtë ka edhe sipër. Dhe Gjithmonë kur je sipër është momenti që të zbresësh poshtë. Kështu ekziston një shprehje. Pikërisht pra. Edhe nëse nuk zbret ti, zbresin tjerët pa merat. Të shtyn që të thyesh kokë i këmbë. Po, pikërisht. Dhe do t'i thosha, do t'i thosha realisht, për të gjithë do t'i thosha vetëm një herë. Situata në cilën ndodhesh ti është mos e normale dhe nuk është tragjedia më e madhe e botës. Në këtë situatë, kush më shumë dhe kush më pak kanë përfunduar një jetë të gjithë. Bashkë se neve bëjmë sikur i dim dhe sikur nuk i dim. E rëndësishme është që ti e ke kuptuar dhe avash të bëja dalësh mban. Dhe nuk ka sepse ta di njëri që ti e pa shpresa. Po. Situata në cilën ndodhesh ti është shumë e rëndësishme që njerëzit
në situata kritike ta kuptoj që nuk janë vetëm. Ashtu siç je ti, kam qenë dhe unë, janë dhe do të thënë 2-3 emra të showbizit, e kupton veten e çfarë vetë. Më pëlqeu kjo. Po. Shumë evident. Të gjithë e kanë, e kupton? 2-3 emra të showbizit, e bukur ishte kjo. Po për diko që sapo e ka trajtuar i dashuri ose e dashura, çfarë do i thuash? Nëse dashuria jote është shumë e madhe për atë njeri, ulo dhe bisedo dhe kupton sepse e ka bërë. Po falet tradhtia fal se dashuria durohet, nuk falet. Është shumë personali Klotilda dhe do t'i thosha në të gjitha, nuk e di se çfarë do pyetesh më vonë, por në të gjitha rastet do t'i thosha unë mendoj këtë, që ti të ulesh, po në thelb ti kur të ikësh në shtëpi dhe mbasi të mbyllësh bisedën me mua, dëgjoj zemrën tënde dhe dëgjoj zërin tënde brendshëm. Çfarë mendon zemra jote? Jo çfarë thotë Ervini apo shoku të shoqja. Mendo çfarë do doje ti, sepse janë disa ndjesi, janë disa raporte, mama bi, baba bi, apo punëdhënës punëmarrës e tjera, që sado që ne të konsultohemi, vetëm ata e dinë se çfarë raporte kanë një me tjetrin. Se janë të gjëra që nuk thuan, jo, nuk po themi gjëra të këqija, janë vibracione, janë ca gjëra shumë personale mes tyre, të cilat ti nuk do të mund të marrësh ato vendime që janë të gatshme vetëm në matematikë. Pra, a priori ti thua që tradhtia nuk falet, ka shumë njerëz të cilët nuk e falin partnerin e tyre sepse ka qenë një moment shumë kritik që gjërat duhet mbylleshin mes tyre dhe mbase kjo e tradhtisë e ka trullosur, duhet ulet, të qetësohet dhe vendimi duhet jetë vetëm i tij. Se sot jam mund që dëgjoj dhe orientoj, nëse do jetë vetë ta përballoj tradhtinë edhe një fatkeqësi tjetër më të madhe. Thelbi është i njeriu bëhet i fortë, nuk është që t'ia them unë ta fali apo nuk ta fali. Duhet sepse mund ta fali prej meje dhe në krevat i shpifet. E kjo nuk është më falje. Apo për shembull që ja kujton çdo ditë. Më mirë thuj ndahemi se sa ti ja kujton çdo ditë. Se ti më bëre kështu, ti më bëre kështu, ti më bëre kështu. E shkatron fare tjetrin. Edhe në vërtet pastaj bëhet më agresiv dhe pastaj bëhet ai thotë do shkoj ta trajtoj më vërtet ma shpife. Kështu që është më mirë të thuat ndodhi, nuk do bisedohet më, unë e ndjej që nuk të fal dhe hap për hap më mirë të rinë të ndaj që unë dëgjoj. Ka helme shumë të mëdha në trup që nuk të ikin kollaj këtë tinda, sidomos helmet psikoemocionale. Helmi në kuptimin shija e keqe e tradhtisë, e lëndimit, apo edhe humbjes një shoqërie. Të dhëm shumë kur ti humb një mik ose një mekesh sot Klotilda. Të dhëm shumë kur vllai dhe motra nuk të flasin për një pronë të caktuar. Apo halla i teken mbas sa vitesh dhe të kërkon pronën këto. Të dhëm shumë kur ti humb, sepse janë kujtimet, janë shumë episode të jetës, të cilat të bëjnë të lidhur me atë njerëz. Edhe sa më shumë vite kalojnë, ti e bën më të fortë raportin me tjetrin, edhe kur ti të humb ai personi për cilën ti i ke veshur besimin, i ke veshur gjithë ato përgjegjësinë, edhe gjithë ato shpresat, ti të humbin shumë gjëra, dhe ti të shebet një pjesë e vetes tënde, edhe prandaj të dhëmbin. Edhe po të rikthehet X Y si në aspektin e paretisit apo në aspektin e shoqërisë, sado që të vitë shoqja të thotë unë u gabova se kështu e ashtu, më ka ndodhur mua, prandaj po të them, më ka ndodhur mua që kam humbur miq në të 20-at e mia dhe po humbas miq në të 30-at e mia që janë 36, edhe e ndjej që ata shumë të sikurse do ma bëjnë, është më normal se unë lëndoj dhe më lëndon, dhe kam shumë të vështirë ti gëtes. Sidomos të njerëzve të cilën unë jap shumë besim. Shumë. Duhet më iki kjo sepse përndryshe jam i ftohtë dhe nuk s'bëj dot gjëra me zor. Normal. Unë për shumë kurime misht, unë duhet t'i prek, t'i përqafoj, t'i pull, t'i qaj me tojto. Unë nëse nuk e bëj këto dhe jam me raporte të shkejnë si e ka ganë, po më thuaj në gjë, nuk funksionoj dot. Nuk është mik i mirë ty. Po, e vërtet. Po ti thot një ndjekse do e falje tradhtin? Të pyet ty personalisht. Kaloj ishte te komentet më sipër. Ke provuar ndonjëherë? A do ta falja unë më partnere? Ke provuar ndonjëherë dhe nëse Jo, s'kemi dashuruar në atë formë sa që të na trajtojmë po. Dëgjoj, se si është ajo forma që trajtojnë? Nëse bëhet fjalë, jo, se po e mendoja. Nëse bëhet fjalë për një dashuri shumë të madhe dhe do e falje. Do e falje? Po. Se në fakt ekziston koncepti tjetër, kur nuk është dashuri shumë e madhe dhe mund ta falësh. Kur është e madhe, sa më e madhe ti dashuria, aq më shumë të dhëm tradhtia, apo jo? Të dhëm, po që dimensioni i dashurisë është më i madh se i tradhtisë.
Edhe unë E vetëm mori për të mos përgjigjen. humbur të person që më trondit shpirtin, më bën që të ndihem në qell të shtatë, më bën ta shoh universin dhe botën në një sy që unë nuk kam arritur ta shifja asnjëherë më përpara, nuk më se do të thojë fjalë tjetër, nuk më intereson fare nëse ka bërë apo jo, më rëndësishme më është personesh me mua. Po shënsi ka 364 është me mua, se shkoj një herë këtë tjetër. Po mos e bën rrugë, shkon një ditë me ty, një ditë atje, si i bie. Ë, aty është problem. Apo jo? Edhe pastaj dëgjoj. Personi përballë ka një, do unë jam një person inteligjent dhe e kuptoj kur fillon bëhet rrugë. Kështu që unë të vërtet të fal, po pastaj. Por nuk jam dakord me të njëjtën monedhë, se nuk të çon gjikundi. Po. Dëmton vetëm veten tënde dhe nuk mund ta merre, nuk domethënë nëse e bën, nuk ke punë të kapësh, kush shohësh pse e bëre siç është tek ulesh dhe thua, ok, ndodhi, domethënë kjo mund të ngjajë edhe çik si guru, por një njerëz qytetar këtë gjë bën, që ok, ndodhi, e më duhet që të marrim pak veten, dhe do duhet të distancohemi, edhe të kuptojmë. Ka një arsye sepse ndodhin gjëra të tilla gjithmonë. Mund të jetë gabimi im. Po. Edhe unë jam nga ato persona që e pranoj për shembull ku e kam kaluar limitin për keq. Edhe jam nga ata persona që edhe pse në sytë të tjerëve nuk e pranoj që kam gabim, po thellë unë konsultohem shumë. Reflekton. Absolutisht nuk e merr dot me mend. Nëse unë për një person, ka qenë një person që unë kam pasur shumë gjatë, po shumë, dhe unë konsultohesha gjithmonë me të tjerë. Mendon se e kam edhe e merr dhe kërkoja falje. Konsultohesha me të tjerë që si të sillesha me të. Konsultohesha për ta thënë që mos e kam jo, se unë e di se si sillem. Mos e kam egzageruar. Po këto që konsultohet ti Dëgjoj, ke pala tjetër ishte edhe kështu. Ti më kërkove falje këto. Edhe thosha më intereson, rëndësisht më që je me mua. Kush stresi ka? U përdor gjitha format dhe ja ku je me mua. Po, bravo. Ti arri qëllimin. Ore qëllimin unë arri. Kupton? Kur të dua unë dhe si e dua unë. Dëgjoj, unë vetëm të mira. Pa përdor kështu si kam shumë inat to intrigat e këto. Vetëm të mira. Po më e bona gabim edhe tani si ta bëm. Po më e bona gabim. Gjithmonë, Klotilda, gjithmonë qiltërsia fiton. Gjithmonë. E vërteta, qiltërsia dhe të qeni sinqert, paska se do e them të në gjuhën popullore hasa krahu, prapë fiton. E vërtet është, po ti unë di që je një njeri me shpirt të lirë. Do të them, si mund ti ta menaxhosh këtë liri, ndërkohë që je edhe kaq romantik në atë përshkrimin që bëre, që bie në grackën e dashurisë, se nuk bie, apo jo? Si po dashuria s'ka grackë, dashuria është gjë e bukur. Po grackë është ajo, se tani në momentin që dashurohesh, verbohesh, apo jo, kështu. Po, edhe bësh shumë gabime. Dëgjon, çmimi i lirisë është vetmia. Edhe ti e ndjen këtë sidomos të dielave. E ndjen në kohën e festave, e ndjen në pushimet verore. Ti e ke gjetur se të diela ti kalon në Top Channel, kështu që ti akoma nuk e ndjen. Ende nuk e ndjen. Po dhe nuk është zgjidhje kjo se ti e mbyll veten me punë dhe nga ana tjetër, por që se di se do të thonë jam në një lloj kështu përpërlitje të vazhdueshme për të kuptuar nëse dua të jemi lidhë kjo liria do e ketë gjithmonë të pjesën e vetmisë apo jo e vetmisë që jam pa njeri, po të dielave gjithmisht janë në familjet e tyre, kupton? Edhe unë kam një familje, kam babain, kam vëllezërit e këto, dhe ato kanë familjet e tyre. Po domethënë janë koste të cilat po shoqëria e diela fillon dhe mbaron shumë shpejt dhe vjen akoma. Kështu mendoj. Po që në thelb nuk është e shëndetshme. Po që unë jam koshient dhe e pranoj dhe e them. Sa mirë që e them mbaron shpejt e diela. Po. Që ka shumë trishtim brenda kjo gjëja, kjo dekare ka shumë trishtim brenda. Po ç'më intereson mua është e vërteta, sipas meje. Mua po më pëlqen shumë ky sinqeriteti yt, është shumë i bukur realisht. Me të vërtetë kam shumë interesant. Shumë interesant. Kjo tregon ti kështu ke qenë gjithmonë. Po jo, Klotilda, unë nuk kam qenë kështu, kam qenë shumë i ndrojtur. Mbaj mend kur vinin njerëz në shtëpi, si ne kemi qenë familje shumë e madhe, vazhdojmë të jemi familje e madhe. Dhe nëse vinin mish në shtëpi dhe nëse unë nuk qelloja ty për t'ia dhënë dorën, më mbrapa nuk dila se më vinte shumë turp.
Dhe ta dinin ato miq se ky Ervini që s'dilte ti takonte. Po ç'a bëja, për shembull mbyllët ça në dhomë, në dhomën e gjumit, edhe çoja tek shikoja ç'a dëgjoja programin e dytë të Radio Tiranës, dëgjoja në radio ka qenë një flet nga ditari im që drejtonte gazetarja Rezar Tareçi. Edhe imagjinoja Rezar Tareçi me atë zërin kumbues ka qenë autoprenës së të shtunën dhe ai lexonte historitë njerëzore të njerëzve dhe unë vetëm mbushesha, dëgjoja muzikë, ka qenë Top Albania Radio në atë kohë, dëgjoja muzikën në dark, ka qenë to muzika në ngol. Domethënë kisha botën time, unë shkruaja shumë, në shkollë mesme shkruaja shumë. Akoma i kam fletor që shkruaja, i hedhja. Po normal. I shpreja diku. Dhe pastaj në momentin që unë njoha veten time, ka qenë një periudhë në jetën time që unë njoha veten time. Kur ka ndodhur? Në moshën 18-19 vjeç. Transformimi ndodhi në moshën 19-20 vjeç. Dhe i thash vetes time që dil edhe përballoje jetën ashtu siç të vi dhe thuaj gjërat ashtu siç ti mendon, pa pasur turp tek vetja. Gjithmonë duke ruajtur nivelin e respektit ndaj tjetrit. Nuk duhet fyer tjetri, por dhe gjërat duhen thënë. Pra, nëse unë jam me ty në një ambient shoqëror dhe gjërat e tua nuk më pëlqejnë, unë nuk mund të tregohem arrogant duke të thënë që këtë ditë mua nuk më pëlqen kjo gjëra. Ti ke parë se sa gazmor jam unë kur jemi në miq të përbashkët apo jo? Po, shumë. Po unë nuk e bëj këtë se duhet bini sy, po ndërpres jam gallat, ja siç po bie tani dhe s'po fshet njëri në kuptimin. Jam këtu. Ama nëse një gjë jote nuk më pëlqen, unë të marr me veten në telefon i them, dëgjoj këtë ditë mua nuk më pëlqeu kjo gjëja. Unë jam i bindur që ti nuk e ke bërë me dashakësi, dhe këtu unë të fus një kunj, po unë nuk do të vetë ma bëja më. Por ta them. Të gjitha brenda. Po ta them sepse nuk më pëlqen kjo gjëja, sepse po arriti pastaj të thonë mund të fundit, do thotë që mbaron marrëdhënia. Unë nuk dua të mbaroj marrëdhënia. Edhe unë, e disa e vlerësoj Klotilda kur më marrin me vete dhe më thonë që vini mua nuk më pëlqen gjëja që më bëre ti, më bie tavani. Edhe të trëm pak ajo që kur të marrin me vete. Po pra, më bie tavani, si them unë, ua, po unë jam edhe i kuroj me detaje këto gjërat, i them unë, okay, edhe mund të ketë ndodhur, mbas edhe unë nga që futem shumë në atë mundin edhe te prendoj një herë, edhe them të kërkoj ndjesë e tjera, por që më bëjnë shumë mirë këto kritikat. Nuk e merr dot me mend. Normal. Por shumë ka raste të disa miqve të mi të cilën unë i marr i them unë kam nevojë tani për lavazh. Edhe fillojnë. Sepse nuk kam çëm ta gjej me moralin. Po ndonjëherë kam dhënë ato uljet dhe ngritjet e mia. Po. Më duhet ta dëgjoj moralin, sepse morali mua më bën që të kuptoj situatën në cilën ndodhem, edhe morali më bën mua që të shkundem edhe të reflektoj dhe me të gjitha të rritem. Shumë e rëndësishme të rritesh emocionalisht. Është një video, thoni shikoj her pas here këto videot e TEDx. Janë të huajat që të rinjt, njerëz të ndryshëm japin eksperiencët e tyre, është një ndryshim shumë i madh, do t'ja shpjegoj edhe në shqip, të dy termave, move on dhe move forward. Move on që ti të zhvendosesh dhe të kuptosh situatën, po e përkthet tamam të përshtatën në gjuhën shqipe, dhe move forward është që ti thjesht lëviz për inerci. Shumë njerëz në jetën e tyre move forward, thjesht ecin përpara por nuk kuptojnë gjë. Pra ti kaplon disa eksperjenca, pra le ta themi në terma që ta kuptojnë ato që po na ndjekin, pra ti zot disa të dashura dhe si e dashura e parë, si e dashura e pesë të nxjerr të ti të njëjtin problem, pra posesivitetin. Ndërkohë që ti nga e para tek e pesa duhet ta kuptosh që posesiviteti është shenjë e pasigurisë, dhe do thotë që ti s'ke besim tek vetja. Dhe ti nga e para tek e pesa duhet të kishë mësuar që ti të jetosh të paqe me veten tënde. Kjo do thotë që ti të move on, që ti nga e para tek e pesa kuptove që ti ke defekte, nuk ke pasiguri dhe ja shpif tjetrës. E bën tjetrën me folën e vete, ku je, çapo bën, futu live, mos i fol ti, mos i fol atij, ky është një problem. Ndaj përfundimi njësoj, ë? Dhe përfundimi është njësoj. Kështu që kur ke një njeri që në krahas është psikologu si një shok do thotë, vlla, ke një problem në jetën tënde, nuk ecën kjo gjoja. Ose Ervino, dëgjoj, sado që mundosh se kjo ç'a don këtu, kjo ç'a lën këtu, ndryshoje. Kjo është move on, dhe ti thua, po prit, se ky njeriu ka shumë xhan. X më ka shumë në shoh. Ka diçka që duhet ndryshojë këtu? Mendon, është shumë e rëndësishme kjo reflektimi. Dhe këtë në gjë e kemi importuar nga komunizmi Klotilda, që ne përpara njerëzve duhet jemi gjithmonë shumë mirë. Po jo vëlla, nëse unë nuk ndjehem mirë, nuk them që nuk ndjehem mirë. Do më vini njerëz në shtëpi dhe ne duhet të thoshim gjithmonë që kemi gjëra për të ngrënë. Po jo, ore çka kemi aty gjithë gjëra, hajde ham. Kështu e kanë shtëpinë, e kupton? Nuk kemi pse perfekt.
E mos edhe njerëzit këtu, nga që edhe njerëzit sërse janë shumë të sinqert. Duhet bëhen të gjithë të sinqert, që të funksionojë sinqeriteti, më kupton? Nëse bëhesh vetëm ti, të tjerët do të bien kundër. Po, tani, Klotilda, se ti zgjedh të jesh i sinqert, pra në rastin tim unë, nuk do thotë që gjithë njerëzit duhet të jenë të sinqert me mua. Ai thotë, ti zgjedh të jesh i sinqert, unë jo, puna jote. Ti zgënjesh, unë jo, tani çfarë bëjmë neve? Kështu që kusuret i ha unë, nuk i ha tjetri. Po. Dëgjoj, më kënaqe. Je një edhe filozof dhe psikolog, edhe orator, elokuent, të gjitha i ke, edhe Faleminderit. Flasi çik më shumë se ç'duhet ndonjëherë, po e ka nga pasioni. Por mendoj që them, domethënë mendoj që nga njëra fjalë në tjetrën, Klotilda, unë ndryshe nga njerëzit e tjerë të medias, unë ndjek veten time në YouTube. Edhe e kthej 2-3 herë për të disa gjëra të rëndësishme që unë i them, jo se dashuroj me veten time, ose unë nuk është se jam, domethënë nuk jam shumë narcis me veten time. Jam pak, po nuk jam aq shumë sa që çdo gjë që bëj unë është perfekt. E bëj kasile për të kuptuar se çfarë nuk duhet bëj. Nuk kam turp mund ta shoh veten time. E pse duhet të kem turp? Gjithë ky son ta shoh fond, pse çka kam në tmet? Jo. Përkundër se ti duhet ta shohësh veten tënde në mënyrë që të gjesh defektet edhe të bësh gjëra që t'i pëlqej publiku, sepse në fundja ne punojmë në një institucion që i shërben publikut. Dhe nëse unë bëj gjëra, unë i bëj gjëra për në dhomën time këtu dhe i shoh vetëm unë. Por në shtëpi, në televizion, unë do të respektoj rregullat e televizionit, konceptin dhe filozofinë e televizionit, edhe mbi të gjitha të plotësojmë dëshirat e njerëzve. Nëse njerëzit duan aheng dhe të kërcejnë në këto kokrise, ne do t'i japim atyre aheng. Ta kurojmë që atyre t'ju vi në formën më të mirë të mundur. Nëse njerëzit në një moment caktuar duan të shohin fshat, që në mendjen dhe stresin, do t'i ofrojmë një program fshati. Nëse njerëzit duan në një moment caktuar të qajnë, do t'i ofrojmë një histori njerëzore. Është shumë e rëndësishme, unë nuk dua ta humb asnjëherë lidhjen me njerëzit. Është ushqimi kryesor. Duhet të rish me të varfrin, duhet të rish me të pasurin, duhet të rish me atë që bën gjëra kundra ligjit, duhet të bësh atë që të kuptosh pse njerëzit funksionojnë kështu. Dhe duhet të kesh gjithmonë kohë me ta. Sepse është shumë e rëndësishme që ti të kuptosh pse ata sillen në këtë lloj forme. Është shumë e rëndësishme, duhet të kesh nerva, duhet të kesh mbrehtësinë dhe logjikën pse ata e bëjnë atë gjën, se kjo ndonjëherë ka pas raste që unë kam marrë motivim dhe nga ato njerëzit të cilët unë kam menduar që thosha çfarë shembull do më japin mua ato. Se edhe ne kemi pas halle dhe probleme dhe vazhdojmë të kemi këtë dilda, dhe themi kur ja dalin ata, të cilët kanë luftuar gjithë jetën e tyre dhe nuk kanë mundur dot, çka kemi neve që fundja nuk mordhifim, se kemi një ngrofse, nuk kemi një punë etj. Domthonë duhet më ia thënë gjithmonë njerëzve që kjo gjë që ti po bën është e përkohshme, gjithmonë. Edhe a priori, edhe jeta në cilën ti po jeton mund të jetë e përkohshme. Kështu që bëj gjëra që ty të mbushin shpirtin, mos e çaj asnjëherë kokën çfarë do thotë tjetri, tjetrit si the po, si the jo, gjithmonë do thonë diçka. Rëndësishme është që ti të mos fyesh tjetrin. Shumë rëndësishme mos ta fyesh dhe mos bësh as të vjedhësh, as të mastrosh, as gjë. Po, thjesht punosh. Tani të bëj një pyetje të fundit para se kalon 1 orë që unë të bëra pyetjen, a je i lumtur? Edhe unë thashë nuk jam i lumtur. Prusti, jo, e bëra para 1 orë, prit tani, se mund t'jap përgjigje tjetër, se Prusti u bënte në faza të ndryshme të jetës. Ne meqense s'kemi shumë mundësi të ta bëj pas 20 vjetësh, nuk e di se ku do jemi, po ta bëj tani prapë, je i lumtur në mbyllje të intervistës? Mendoj njëherë se ku i diet. Unë ndjeva mirë, por lumturi nuk mund të them. Unë ndjeva mirë. Dëgjoj se lumturia është hierarki shumë e madhe Klotilda. E di, ku ti thua? Por unë ndjeva mirë sepse ndava me ty. Edhe unë vonë kam kuptuar dhe jam ndërgjegjësuar që je një gazetare me cilën ti mund të diskutosh edhe këtë temë. Domethënë vetëm më bëqejpe, edhe pranë dhe pranova. Tani po ti them gjërat, por domethënë se skemi domethënë ne në të vërtetë nuk kemi ulur asnjëherë për kafe. Tani ta themi publikisht. Edhe jemi ulur diku ka ndodhur, nuk e di se ku, po. Po ka ndodhur në festa, po nuk ka ndodhur kështu enka se të rrim gjëra gjatë. Dhe kështu që në ato pak raste që ne jemi takuar bashkë, unë kam zbuluar që mënyrën se si, domethënë Klotilda ti dëgjon mirë. Unë kam parë intervistën që ka bërë Mikesha ime Ariona Sulemani dhe ajo që vlerësoj tek ti është që ti dëgjon mirë. Më pëlqen dëgjimi jot. Jo vetëm dëgjoj, po unë botën time e kam filozofike. Mos shiko kjo që bëjmë për komerc. Mirë, okay, e kuptova. Ndaj orientova intervistën me ty në këtë formë, tek lumturia dhe tek ekzistencializmi. Kështu që
Kështu që unë nuk kënaqa nga argumentimet e tua, nga përgjigjet e tua, nga bota jote, që ndoshta të duhet një format tjetër që ta shfaqësh, ta shpalosësh ashtu si duhet, dhe unë po pres të të shoh në atë lloj formati sa më shpejt. Avash. Të shoh në zyrën tënde, duke punuar. Me të vërtetë u kënaqa, më pëlqen. Faleminderit shumë. Jo vetëm që kuptohet pse e ke ecur, sepse ke atë botën tënde, ke idetë tua, nuk je sipërfaqësor. Jo, nuk jam sipërfaqësor, edhe pse kam vuajtur shumë, tani jo për të viktimizu, por ato vuajtjet më kanë bërë që të mësoj shumë gjëra. Dhe bravo, sepse zakonisht njerëzit që vuajnë dy rrugë kanë, ose do bëhen të këqij fare, ose do bëhen shumë të mirë. Kur thuhet në anglisht mean, të ligj. Po pse të bëhemi ligun? O Klotilda, që ta mbyll unë. Filozofia ime është. Po. Ylli jot nuk ka për qenë kur ylli im, edhe ylli im s'ka për qenë kur ylli jot. Kur. Rëndësishme është njeriu të di që ka një yll. Dhe kudo që ti ta fusësh, në cilën do dimension, në televizion ose jashtë televizionit, po e ke yllin, ylli do të shkëlqejë gjithmonë. Shumë e vërtetë. Ju nuk kam pse të bëhem as i lig, as i keq, as xheloz, as i gjë. Nëse ti ke sukses, u ngëzon për suksesin tënd, se edhe sikur të dua unë, nuk do ta bëj kurrë atë gjën tënde. Dhe kjo vjen vetëm pasi njeriu njeh veten. Dhe kupton që gjëja e Klotildës nuk ka për qenë e jotja, jo për faktin që Klotilda është më e zgjuar se ti. Në këtë aspekt është më e zonja dhe e dashuron atë gjën. Unë jam në një vend tjetër. Dhe në këtë vend ka vend për të gjithë. Dhe ylli im është në këtë pjesë dhe kaq. I Klotildës është në një dimension më të madh në atë format. Dhe duhem pranu gjërat. Faleminderit shumë. Faleminderit dhe do jemi në kontakt. Shpresoj që të jemi për një kafe. Do e pim. Po am duket sikur kemi pirë kafe pa fund, më çfarë thua ti? Po më mirë se dëgjoj që nga pandemia si vi taku më. Po pra atë thuaj. Se nuk të kuptojnë ndjekësit se si i bën muhabetet, po s'ka që le të kuptojnë si të duan. Pa problem. Dëgjoj, nuk do të japin shpjegime neve për çdo gjë që themi. Kush të dole ta kuptoj, kush mos ta kuptoj. Po, tani e kuptuam dhe më shumë. Pas këtyre këshillave të bukura që na dhe. Faleminderit shumë. Falenderoj shumë dhe uroj të shoh në projekte sa më të bukura. Se i qanë. Faleminderit shumë. Do doja shumë një të isha i lumtur, pastaj projektet aty janë. Je i lumtur ti je po e fshe pak. E fshe pak lumturin. Jo, nuk janë, lërë se sa keshon. Dëgjoj se bëra dushe dhe bëra krem që të shkëlqen e fytyra mund të jam i lumtur. Dëgjoj se gjithë që e shur del nga një shpirt i lumtur. Ose nga jo që është me vërtet unë se e ndjej. Të falenderoj shumë, miru ta. Faleminderit shumë Klotilda. Edhe ti je mirë, faleminderit shumë. Faleminderit. Ciao. Ciao.